Hana, kur e kam parë paraqitjen tënde, kam thënë Hana e Kosovës që e ndryqoj skenën e finlandeze. Po, një titull që më ka rarë shumë në sy dhe shumë ka pëlqy. Hana, tash më trego pak, ti ke qenë në garën edhe Voice atje në Finland, më trego pak si erdhi deri tek ideja, po të nisim kështu, jo kronologjikisht, po të nisim nga fundi. Si u ndjeve kur arritet u arrën besh apo t'ja fitosh zemrat, sidomos juris? Ju më ndje shumë mirë dhe shumë krenore se gjithmonë e kam dasht me fillu hopat e parë dhe me anis ashtu me punu për ëndrrën tem, edhe besoj që ajo veç e kom ndje ashtu që është u bu realitet edhe për atë arsye nuk e di është ndjenje e papërshkrueshme. Po, si u ndjeve në ato momente, kishe mbasë ndonjë dilem, Hana, se nuk do t'ja arrish, apo hyre me full optimizëm dhe thevet me vete se unë doja dalë dhe s'ka rëndësi? Para se me dojnë skenë ashtu, nuk gudzesha me menu shumë, a kthejnë ajo, amo e kom shku me atë menimin që kom e jep maksimumin tem, edhe nëse nuk kthejnë e di që one e kom jep maksimumin tem edhe qashtu jem nisë qashtu me qatë menim. Dhe në paraqitja jote e parë doli jashtëzakonisht suksesshme, por cili është rrugëtimi tash tutje i Hanës? Tash jena të punu për fazën e dytë, ku kena me fillu edhe me provat, edhe me përzgjedhjen e këngës, edhe gjithashtu edhe të personi tjetër, sepse faza tjetër ka me qenë duet, nuk ka me kënu kështu vetë. Po, e pate të vështirë, Hana, sepse si që kam parë ke interpretu një këngë në gjuhën angleze, pate vështirësi, apo si të shkuan përgatitje deri në atë moment, sepse zakonisht ne publiku e shojmë thjesht një interpretim 1 minutë ose 2 minuta, mirë po shpesher harrojmë që mbrapa ati interpretimi ka të shkurt, le të themi në minutazh, fshihet një punë jashtëzakonisht e madhe në përpavi. Po, në fakt, jo mënu shumë me punu si me interpretimin, si me tekniken që e kom përdur për me këndu, që me mujt me këndu sa ma let, edhe jo mënu ashtu me sill në atë verzionin tem që me tregu ta mën Hana, që shë më në ju me kopju naj person tjetër, kështu që beseja e kom arrit atë sen. I pate përgatitet intenzive? Apo që sa kohë e kishe menduar ti, Hana, që të konkuroje me një garë të tillë? Në fakt nuk e kom mendu fare me tregu drejt, po veç e kom pa kështu aplikimin edhe kom thonë okej, hajt, pe provaj, mase është një mundësi shumë e mirë, edhe me t'i hop shumë dyrt, edhe me njoft shumë njerëz që kanë interesat e njëjta, edhe unë veç sa ja marrë këtu në Finland, kështu që edhe më kishë ndihmu edhe për gjuhë, edhe për mu integru ma lehtë, edhe mendova pse jo, mase është mirë për çdo sen për mu, pe provoj. Nuk ka shumë kohë që je larguar nga Kosova, Hana. Më tregoj ishte thjesht kjo dëshira për të dëpërtuar në tregun muzikor ndërkombëtar, një nga arsyet që të bëri të largoheshin nga Kosova, apo ishin edhe faktorë të tjerë? Në fakt ka qenë faktorë të tjerë, se vllazërit e me këtu kanë orë që 8-9 vite me studime, edhe prindët e mi nuk kanë dashur që na me jetu largë gjysma e familjes në Kosovë, gjysma e familjes në Finland, kështu që mama jam e ka mësuar gjuhën finlandeze, tash edhe punon këtu si infermiere, edhe mandej kena ardhur edhe na bashkë, tash çdo jetojnë bashkë. Hana, një pyetje, a konsideron se mbase do ta kishe këtë sukses apo do të dëpërtoje më lehtë në qoftë se kishe vendosur që të qëndroje në Kosovë? Nuk e kom mendu, ashtu këndosh gjithçka, çdo eksperiencë, çdo sen që vjen me alon kohës, nëse veç rezulton mirë, jam shumë e lumtur, nëse ju tek e fundit karriera shkon edhe shkolla ashtu të ndërtu ka pak. Po jam shumë e lumtur që ka rezultuar shumë mirë dhe po ma shumë përkroje dhe është zërose me i falenderu shumë gjithë ata që po më përkrojnë se në Kosovë, familjen normalisht porën, edhe shqiptarët e Finlandës që nuk kanë hezitu në asnjë moment. Po finlandezët, si të pritën, Hana, përveç si një artiste, në anën tjetër, si një kolege, si një shqiptare, në anën tjetër, pate paragjykime, apo e pate vështirë të integrohesh në rrethin e tyre? Jo, ata të gjithë kanë qenë në fakt shumë të shoqërueshëm, edhe në momentin që ja kom përmend ashtu që jam në Kosovës, bile më kanë tregu disa shprehje që i dinë se ashtu shumë shoqënit kanë të Kosovës. Cilat ishin disa prej tyre, nëse mund t'i ndash me ne?
Po normal. Për shembull ka qenë jam thëke unë e kam emrin për shembull edhe tregoj ke emrin e sajna ose faleminderit ose përshëndetje, këto fjalë kryesore. Po, pra nuk e pate fare problem dhe arrite shumë shpejt të socializohesh dhe të ndërtosh një jetë të re atje. Po në fakt jam edhe tip vetë që i menoj kështu sa net ma pozitiv. Në momentin që e morë këtu për me jetu jetën, për me arrit diçka, gjithmonë e mendoj në të mirën, se mendoj që na vendosëm a me ja bu vetit ma let, a ma rëmë, kështu që më kom vendosë me bu ma let. Po në basë rrugëtimi jotë do të jeti vështirë, sepse si shpesho ti e një vajzë cila nuk ndalesh dhe kujdeti ke vendosur vetës objektiva është të larta sa që nuk do të ndalesh. Ku është ca këtë me Hana? Ku ke ndërmend që të ndalesh? A do të vazhdosh kështu të na krenosh me sukseset e tuaja në tregun muzikor? Besoj që mund ndalë nuk është zgjidhje nëse ki ëndrat mëdha, kështu që kur të ndalën derisa të arrijë qëllimit. Po, e ke menduar mbase ndonjëherë edhe kthime në Kosovë? Kur nuk thëmë po ose jo, gjithmonë ja la kohës edhe kushteve dhe mundësive, nëse veç është mirë për jetën tem, për karrierën tem, për gjithë shka që kanë lidhje me mu, nuk e përjashtoj si opsion normalisht, se tek e fundit është vendi ku jam lindë dhe jam rritë dhe me shumë dëshirë. Hana, me qenë se jemi vesh drejt fundit, unë e di që ti ke kontakte të shumta me njerëz të ndryshëm, por do të dëshiraja një mesazh nga ty për rinin të cilët po na ndjekin. Në momentin që e kanë atë mendimin që me undal edhe njihen ashtu dëshpëruar për ëndrat e veta, mendoj që kur nuk duhet mu ndalë, se gjithmonë kena me pas sfida në jetë, jo vetëm për karrierë, po edhe për jetën personale dhe për gjithçka tjetër. Mu ndalë nuk është zgjidhje që e përmena më herët, kështu që në momentin që e kena ashtu të fiksume që veç me punu sa më shumë edhe me shiku gjithmonë anën e mirë, ashtu mendoj edhe ja bojna edhe ma let vetit, se na vendosëm që shdojna me pas jetën të ardhmen. Është plotësisht e vërtet. Me qenë se jemi krejtë në fund, Hana, do të dëshiroja ta përmbyllja me një këngë, mirë po në gjuhën shqipe nga ty, me qenë se ti i mahnite publikun finlandes, por mirë po me një këngë në gjuhën angleze, andaj do të dëshiroja shumë ta përmbyllim me një këngë në gjuhën shqipe, që ta dëgjojmë zërin tënd jashtëzakonisht të ëmbël. Faleminderit shumë, po me shumë dëshirë, ndoshta me këndu një pjesë të këngës Veç një pikë nga Luana Gjata. Pa problem, Hana. Veç një pikë ma kishet është ti, veç një pikë ma shumë se vetën, jetën sot do t'kishim gëzu. Veç një pikë ma kishet është ti, si kur mos më kishe i këti, për tashnin do t'kishim kënu. Interpretimi jashtëzakonshëm dhe jam shumë e bindur që kush do që dëgjon thot se qenka aty me Elvanën deri diku. Apo mbashkë edhe më mirë. Të falenderoj shumë edhe njerë Hana për inkuadrimin e sotëm dhe dua të them që mos u ndal asnjëherë sepse je shembulli, le të themi më i mirë për rinin që ëndrat gjithmonë duhet të ndiqen dhe pavarësisht se sa pengesa mund të kemi, ne nuk do të ndalemi apo të dorëzohemi asnjëherë. Të falenderoj shumë Hana dhe jam e bindur që intervistën tjetër të radhës do ta kemi këtu në studion e Diasporës, mirë po për një sukses tjetër madhështor nga ana jote.